Okej, erdhëm dhe jemi gati për të folur. O Miron, po pse bëm kryqin kur nis intervista, amor? Mirëmëngjes. Na ndriçoj Zoti, themi atë që duhet. Sa përshtypje të bërë herë e parë që po shtypja. Mirë se erdhe një herë. Pjesë e gjithë. Na eci parë. Mirë se erdhe. Jo, thash mos kanë folur keq për ne, mos Po thesh, jo, po bërë me një gjë kështu që na shkoi intervista në bar. Ne gjithmonë bëjmë kryqin që Zoti na ndriçoj, na bekoj. Okej. Është si uçec që hap derën e mirësisë. Dëgjoj, është edhe siç e kanë edhe muslimanët, kur nisen për të bërë diçka, thon fjalën e tyre, lutjen e tyre. E kuptueshme. Po thjesht më pëlqeu mua ta merrja në këtë lloj prizmi për shkak të temës që ne kemi. Se është term fetar, Thonë që kur bë kryqin djalli ndikohet. Largohet. Edhe Romina reagoi disi. Unë reagoj gjithmonë, kjo është të vërtet. Okej, pra, do flasim për ferrin dhe parajsën. Dy nocione që mbeten në kufit e nocionit dhe gjithë japin kuptimet që ata dëshirojnë, por askush nuk ka një nocion të saktë të këtyre dy fjalëve. Ne besojmë, sipas besimeve tona, jemi të prirur të besojmë a ekziston ferri apo a ekziston parajsa. Të gjithë me mendjen tonë mendojmë që do të shkojmë në parajsë sepse të gjithë mendojnë veten të mirë, por se si është më të vërtet, sipas të paktën sipas besimit ortodoks, na i shpjegon Miron Çako. Miron, ti vetë ku do shkosh një herë, fer apo parajsë? Përpiqemi të shkojmë në parajsë, por nuk e vendosim ne, sepse ka një gjykatës dhe ai vendos. Sipas besimit. Edhe për ju që jeni predikues edhe le të themi ndaj Zotit, i ndiqni urdhrat e tij. Po, patjetër kjo, çështja është, unë përpiqem, por fjalën e fundit ka Zoti. Pra, si themi, ne nuk vendosim jemi, se po thashun do shkojnë parajsë, atë s'ka nevojë për Zot, s'ka nevojë për gjykatës, s'ka nevojë për drejtësi. Prandaj ne përpiqemi. Çështja është parajsa dhe ferri janë nocione shumë të vjetra, gjenden që në lashtësi, sepse njerëzit gjithmonë i kanë pasur këto nocione dhe i kanë shprehur në art, në kulturë, në teologji. Dhe në art, për shembull, paktën ajo që ne dim, paktën nga aty ku kemi marrë gjithë njerëzimi, besoj një pjesë e mirë e njerëzimit dhe indicjen e këtyre nocioneve, është komedia hyjnore e Dante Alighieri. Dhe ai ka marrë nga teologjia atë. Okej. Dhe ne perceptojmë ashtu ferrin dhe parajsën. Ai ka dhënë perceptimin e parë, le të themi. Ai ka bërë një në mënyrë artistike, por ka marrë disa indicie nga rrëfimet. E ka komercializuar disi. Bravo, e ka bërë në mënyrë artistike. Por çështja është ka marrë, ka disa të vërteta atje, por nuk është ajo tamam. Çështja është, ferri parajsa janë përtej racionales, kështu që ne nuk mund ta shprehim në mënyrë racionale si janë ato vërtet. Se nuk është thjesht vetëm vende, janë gjendje. Por filloj me parajsën, ajo që na intereson më shumë. E nisim nga e mira. Jo, kemi frikë edhe nga ferrin. Po, mirë, dakor. Mirë, mund do ta nisim nga ferri, ta bëjmë E nisim bar. Parajsa është vendi i kënaqësive. Vetë fjala parajsë vjen nga paradizo, që është fjalë persiane, dhe thotë kopësht. Dhe këtu e kemi në lidhje me kopshin e parë që krijoi Perëndia, dhe e mbolli me pemë frutore dhe atje vendosi çiftin e parë Adamin dhe Evën. Dhe kjo është në të gjitha kulturat popullore dhe fetare, monoteiste, dhe fatkeqësisht njeriu nuk qëndroi në atë kopësht, në kopshin e kënaqësive, në kopshin e Edenit. Fjala Eden do thotë në lindje. Sot kur janë shkretëtira, lindja e mesme, atje ka qenë kopshi i Edenit. Dhe fatkeqësisht njeriu nuk qëndroi sepse u rebelua duke shkelur atë ligjin mos ha nga pema të mirës dhe të keqes, dhe u përjashtua nga kopshi, ose përjashtoi vetveten. Kështu që kujtesa e parajsës e kopshit është në subkonsciencën tonë. Neve kemi dëshirë të jemi në natyrë. Sa që jemi në natyrë, ne ndjehemi happy, ndjehemi të kënaqur, dhe ku nuk e kemi natyrën, sidomos në këtë habitatet tona për betoni, ne përpiqemi ta improvizojmë. Për shembull lule, gjëra, sepse aty ne ndjehemi rahat. Kjo na tregon një indicie se kemi qenë një herë në një kopësht, në një Eden, por që jemi larguar për shkak të mëkatit. Dhe kjo është parajsa që, si them, është në subkonsciencë. Po çështja është kështu thuhet dhe kështu pretendohet të jetë? Po, jo, e tham në mënyrë antropologjike, që çdo njeri prej nesh ka dëshirë për një kopësht. Të tregon që neve kemi një mendim të bashkët, lidhje.
Por çështja është që Parajsa është vendi ku njeriu dëshiron të jetë i lumtur, dhe lumturia është përmbushja e gjithë qenies mendore, shpirtërore, trupore, që fatkeqësisht në botë është shumë e pakët ose nuk ekziston, për shkak se jo se Zoti e krijoi botën kështu, po botën e prishëm neve dhe vazhdojmë ta prishim. Por çështja është njeriu dëshiron të shkojë në Parajsë dhe Parajsa nuk është thjesht një vend, është një gjendje. Si ta kuptojmë këtë? Për shembull, ku një njeri bën një gjë të mirë. Pra nëse është gjendje i bie që Parajsa fillon që në tokë dhe është koncepti i gabuar që ne do të shkojmë diku fizikisht. Po nuk e shijove këtu, ti nuk mund të arrish atje. Sepse kjo bota këtu është një lloj. Ekziston një vend fizik po thua, por nisi në tokë? Ekziston një vend fizik në botë, që ishte kopshi i Edenit. Tani. Jo. Tashi ajo gjenden e fragmentarizuar në natyrë, që mund themi, një kopshi i Edenit ose të improvizuar. Por çështja është që ne besojmë në mënyrë skatologjike që përsëri Zoti do ta rikrijojë Parajsën tokë në ardhin e tij të dytë. Pra nuk do ta lë të prishur, sepse Zoti e krijoi dhe nuk mund ta lejojë që vepra e tij të prishet. Zoti e çon atje ku do atë. Por deri në ardhin e dytë të Zotit, Isu Krishtit që besojmë ne, njerëzit aderojnë për Parajsën, dëshirojnë të shkojnë në Parajsë. Pra, thash, improvizojnë ose është gjendja shpirtërore. Domethënë, sa e largët është momenti i rikthimit të Isu Krishtit? Me shenjat apokaliptike që shohim është afër. Është afër. Gjithçka që ju po shikoni dhe po ndodh, për ata që kanë sy dhe vesh, është afër. Dhe si do të shpërfaqet? Do të jetë kështu mendjesi apo do ketë një katharsis, do ketë një pastrim të madh, që fatkeqësisht do vi me shumë dhimbje, sepse dhe mëkati shumë i madh, dhe pastaj do të vi dhe gjykimi përfundimtar. Por na le të flasim për Parajsën, do të flasim për gjyqin. Po, patjetër, për gjitha të flasim. Mirë, dakor, ti prekim. Dhe flasim për gjendje. Domethënë, përveç se kemi në subkonsciencë e improvizojmë, e kemi gjendje. Një njeri thjesht një mendim të mirë për dikë ose një bamirësi. Ndjen brenda vetes një lloj adrenaline, një lloj qetësie, një lloj gëzimi. Kjo është parashihimi i Parajsës. Domethënë ti, po nga ana tjetër dhe një serial killer që ka patologji të theksuara në veten e vet, ndjen kënaqësi dhe adrenalinë kur kryen një krim. Ai ndjen kënaqësi për të bërë keq. Po, ai e ndjen si ndjen çlirimi. Ka dy lloje adrenalinash. Adrenalina kënaqësia për mirë, adrenalina kënaqësia për keq. Çështja është që mirë the që këtu kemi dy gjendjet, edhe të Parajsës, edhe të ferrit. Tani vjen te ferri, sepse duhet i vendosim të dy bardhëzi. Çfarë është ferri? Ferri është e kundërta e Parajsës. Parajsa është gëzim, sepse je në prani të Zotit, që është burimi të mirës. Ferri është hidhërim, sepse është jo mungesa, po të rish kundra Zotit. Një tension që ne, si them, i bëjmë dashurisë Zotit. Zoti është dashuri. Dhe në dashurinë e tij, ai na afrohet. Duke mos bërë dallim. As tek i miri, as tek i keqi. Do dallim tek një ateist? Një ateist. As ateist, e do dhe ateistin. Si një prind. A shkon në Parajsë një ateist? Jo, sepse ai mohon Zotin. Po pse? Ne mund të bëjmë shumë të mira. Ja ta shpjegoj. Në qoftë se ti nuk e pranon zotrin e një vendi, si mund të ysh në atë vend? Por si kemi bërë kur keq askujt. Po s'ka të keqe më të madhe se të mosh, s'ka të keqe më të madhe se të mosh atë që krijoi, që të krijoi ty dhe të krijoj Parajsën. Domethënë, nëse dim kush na krijoi. Çështja është se vë mendjen në punë. Ti do të rish në habitatin instinktiv, të hash, pish, tohesh. Te bëjnë edhe ajo gjinia shtazore. Kurse neve qeniet mendore duhet mendojmë nga se kemi ardhur. Dakor, se jetojmë dhe ku do shkojmë. Bëjmë pak një sekond, ta nisim pak debat. Tani, sipas teje, a është e drejtë që një person i cili si shta Romina ka bërë mirë, por mbasa i ka munguar disa aspekte të tjera, dhe detyrimisht ka shkuar në ferr. A është ky i barabart me një person që mund të ketë vrarë 50.000 ose miliona njerëz siç ka bërë Hitleri për shembull? A duhet të qëndrojnë këto të dy në të njëjtin ferr? Pra, ja, shumë dakord. Pyetja shumë e mirë. Dëgjoj, kemi ferrin e Parajsës, po ne harrojmë që është purgatori. Kjo është një diçka tjetër, por në ortodoksi nuk pranohet purgatori si një vend i ndërmjetëm. Jo, ne nuk e pranojmë dhe mund ta shpjegojmë. Por çështja është këtu, edhe ferri, që t'ja përgjigjet juve, edhe ferri është një gjendje kur ti ke një mendim, ke një veprim negativ, brenda ke një trishtim, ke një ngushtim. Kjo pastaj amplifikohet me inat, me armiqësi dhe gjitha. Kjo është gjendja, zidia e gjitha. Kjo është
gjendja e ferit që mund të kthehet edhe në pasion, që feri instalohet te këty. Pra është një njeri që mendon vetëm keq. Dhe këtu ne i parashikojmë të gjendje. Tani vim te ai rasti që thatë juve. Të gjithë njerëzit janë mëkatar, sepse të gjithë vinë bas mëkatit të Adamit dhe Evës. Pra, ne trashëgojmë mëkatin stërgjyshor. Kemi prirje për mëkat. Me qartë. Atëre, aq më tepër ku ne trashëgojmë dhe mëkatin prindëror, pra ne prindit stamposin tek ne qenin e tyre shpirtërore dhe fizike, por vim në një botë kontaminuar me mëkat. Atëre, mëkati në botë është me tepri. Kështu që asnjëri nuk mund të pretendojë se është i mirë. I mirë është vetëm Zoti. Ne jemi relativ. Nuk është i mirë 100%, dakord, po. Atëre. Në paras pranohet për sosmëria. Nuk mund të paras asgjë mëkatare, as me mendim, sepse është vendi ku banon Zoti. Shenjtëria absolute. I bie që askush syndot sepse nuk barazohet dot me Zotin. Shumë bukur. Asnjë nga qenie njerëzore në gjendjen mëkatare të lindur, të fituar, nuk të trashëguar, nuk hyndon parajs. Ku shkon? Atë. Shkon në një vend larg Zotit, ky është ferri. Jo, po ne nuk jemi mjaftueshëm të këshillim për ferr. Apo prandaj po them. Do ta zgjidhë Edi më shumë shpejt. Them një pjesë mirë njerëzve. Atë, këtë gjë që është e pamundur për njerëzit dhe njerëzit kërkon ta fitojnë parajsën me sakrifica, për shembull, njerëzit sakrifikojnë kafsh, bëjnë therrore, sepse mendojnë që ta marrin me të mira Zotit duke bërë therrore te kafshëve, ose njerëzit bëjnë bamirësira, ose njerëzit bëjnë si them mundime edhe sakrifica sublime të vetes tyre, por asgjë nga çfarë bën njeriu nuk e fiton parajsën, sepse çdo veprim i ynë është i përzier me egoizëm, me lakmi. Po si bio Miro, në kohën që po jetojmë. Atëherë asnjë nga njerëzit nuk shpëton. Këtë mister të drejtësisë, se Zoti është i drejtë, dhe të dashurisë e zgjidhi Zoti. Ka shumë me deshi Zoti botën sa dha birin e vet. Kushdo që të besojë tek ai mos të mbas, po të ketë jetë përjetshme. Biri i Zotit bëhet bir njeriu dhe merr në natyrën e tij njerëzore mëkatet, i shlyen mëkatet. Kështu që kush beson te Krishti, nulizohet në mëkatet dhe hyn automatikisht në parajs. Jo se meriton, po se shlyer një borxh. Kupton, ti ke një kredi. Ktu bën pak dëmshëm. Dhe në këtë kredi ti nuk e shlyen dot. Atëherë ke kosto. Atëherë vjen dikush dhe thot, kredin tënd do ta paguaj unë. Ti shlirohesh nga gjitha çajin ato borxhet shumë bukur. E njëjta gjë. Pra ti thua Mirona se kjo na bën e tym në parajs. Domethënë, duke besuar në veprën shpëtimtare të Krishtit. Mos ta bëjmë kota me këto punë kredive. Tani, nëse ne shkojmë thua mëkati është një borxh i madh që njerëzit nuk e shlyen dot. Qartë. Pra ju po thoni që nëse ne predikojmë fen dhe ortodokse, po, dhe kemi pra na lind dëshira për të besuar më shumë, për të besuar në Zot, në Jezu Krisht, automatikisht ne e shlyejmë pra borxhin e mëkatit tuaj. Nuk e shlyen ti, e shlyen ajo çfarë bëri Zoti. Pra, po unë po besoj tek ai. Unë nis të besoj. Po kjo është drejt Mira. Po pse? Kjo nuk është drejt, sepse një person se e kam hasur edhe efekt tjera këtë. Ja ta them unë pse. Pra një person i cili mund të ketë bërë dëme shumë të mëdha që mund të shkojnë deri në vrasje mbasi. Vjen një moment cili pendohet edhe i kthen syt nga Zoti. Ky njeriu është i falur? Jo, nuk mjafton pendesa, miku im, nuk është thjesht të kërkosh të kesh vrasje ndërgjegje. Gjithë kemi vrasje ndërgjegje. Kur bëjmë një diçka. Derisa pasaj ndërgjegjen nuk e dëgjojmë më, kur bëjmë krime pafund. Si them, ndërgjegja nuk dëgjohet, edhe ai justifikon dhe krimin më të madh. Vret e pret, thotë këtë bëra për atë dhe këtë bëra për këtë, këtë bëra për këtë. Ose bëra edhe për Zotin. E fusin edhe Zotin pjesë e krimeve. I kemi edhe deri sot. Sa luftra bëhen në emër të Zotit, sa vriten njerëz në emër të Zotit. Edhe tani. Luftë fetare është kjo. Secili për Zotin e vet. Dhe justifikohet. Por çështja është që Zoti nuk ka pjesë në krimet tona. Prandaj, çdo njeri nuk mjafton vetëm të kërkojë një falje. Ore shly borxhin thot. Mëkati lahet me gjak, sepse te gjaku është jeta. Kur ti bën mëkat, e humbi jetën që të ka dhënë Zoti, siç ishte në kopshin e Denit. Atëherë që ta fitosh të jetë do të japësh jetë. E thua ti unë e jap gjakun tim, po gjaku yt është me mëkat. Gjaku im si miku jot është me mëkat. Kështu që unë nuk mund të bëj asgjë për ty. Gjaku një fëmije, që është pa mëkate personale, është me mëkatin stërgjyshor, atëherë kush do ta shlyjë këtë mëkat? Atëherë njerëzit çfarë thonë? Morën kafsh,
dele, dhi, gjëra, dhe i quani bën therore. Po nuk i bëri një kafsha, i bëri njeriu, atëherë duhet gjak njeriu. Nuk zgjidhet nga ana njerëzore, e zgjidhi Perëndia. Biri i Zotit bëhet bir njeriu, dhe si njeri ai nuk mëkatoi, se ai nuk erdhi nga... Nuk e kuptoj, ndalojmë pak këtu. Biri i Zotit bëhet bir njeriu. Pra Zoti kthehet në një... Zoti bëhet njeri, jo kthehet. Është edhe Zot, është dhe njeri. Pa, kjo është pak e... Po flasim për Jezu Krishtin që erdhi nga Maria. Është edhe Zot edhe njeri. Po, erdhi nga Maria. Qa vështirësi e ke këtu ti? Po se nuk e kuptoj se si krijoi Zoti i Zotin. Dhe gjë këtu. Je bërë babaj... Kur të bësh baba, do ta kuptosh që ti jo do krijosh, do lindësh një fëmijë. Po. Sepse do jetë vetja jote. Po nuk është vetja ime. Një minutë, po është... Dakor, pra shiko, atëherë edhe biri i Zotit është njësoj me Zotin, se është një esencë hyjnore, po është një person tjetër. Si lind një... Është ai një Zot. I lindur përpara gjithë jetëve. Pra nuk është i njëjti. Jo, është biri i Zotit. I lindur përpara gjithë jetëve. Ky i lindur përpara gjithë jetëve, që quhet edhe fjala, erdhi dhe bëhet njeri. Prej virgjesh marri pa far buri. Do me thënë pa mëkatin Adamit. Atëherë në natyrën e tij njerëzore të pa mëkatshme, ai merr mëkatet e njerëzve. Dhe quhet qingji i Zotit që shlyer mëkatet. Ky na anulizon nga mëkati në parajsën. Kaq që thjesht është. Tani Jezu Krishti është Zot apo jo? Është dhe Zot, biri i Zotit. Biri i Zotit është Zot, është dhe biri njeriu. Është biri i Zotit. Kush është Zoti për ju? Prandaj neve besojmë në një Perëndi triadik. Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Nuk janë tre Perëndi, është një Perëndi në tri persona. Ju keni mendim? Po. Mendimi lind fjalën? Po. Logjika lind mendimin dhe fjalën, bashkon mendimin dhe fjalën? Sa persona jeti? Atëre, pra kemi mendim, fjalë, logjik. Kjo është. Pra, ky është Perëndia. Tani nëse ndalim pak te purgatori, se jam shumë kurioz të di pse thua që nuk njihet. Sepse në shkrimin e shenjtë, në shkrimin e shenjtë nuk kemi asnjë rast që flitet për një zjarr purifikues, pastrues, që të shlyejë mëkatet e njerëzve. Kemi vetëm dy gjendje. Kemi parajsën dhe ferrin. Por kur një njeri jep shpirtin, atëherë ai kalon në gjykimin e posaçëm. Gjykimi i posaçëm është... Mund të quhet purgator, thotë. Jo, ja, si ta shpjegoj. Jo purgator, se purgatori do thotë ti dënohesh me kaq vite ose shekuj në një vend dhe pastaj shpëton. Jo. Nëse kemi këtë. Kjo është vendosur më vonë dhe ka kriju dhe probleme dhe pastaj bë dhe ajo reforma protestante nga këto, sepse fillun indulgjencat, jep kaq lekë që ta shirosh tjetrin nga purgatori, aty pati një, si them, një abuzim me këtë. Prandaj, ne besojmë se kur del një shpirt nga trupi, futet në gjendjen pa kohë, në gjendjen pa kohë Zoti, në përjetësi. Përballesh me Zotin dhe do gjykohesh. Ky është gjykimi i posaçëm. Pastaj, nëse nuk e bër gati për të hyrë në parajsin qiellore, si e perceptoni ju? Ka një si s'del në gjyq të kur thret spaku, dhe të thotë ke bër këtë, dhe ti do të mbrohesh. Pra, do të merr në pyetje, në informim, okay? Çdo gjë do ta vë përpara vetes tënde. Çdo gjë që ke bërë. Çdo gjë që ne bëjmë këtu në këtë jetë është e regjistruar në memorinë e Zotit, në memorinë e angjëve, në memorinë e demonëve. Angjit kanë të mirat e tua, demonët kanë qijat e tua. Cili është mëkati më i madh që mund të quhet, konsiderohet në besimin ortodoks? Mëkati më i madh është dëshpërimi. Dëshpërimi për çfarë? Dëshpërimi kur ti thua unë nuk kam shpresë, se Zoti do më shpëtoj. Se mund të jetë dëshpërimi për para, mund të jetë dëshpërimi për Jo, dëshpërimi, do të thënë e mohon Zotin. Dhe mëkati është mohimi i Zotit. Po, sepse dëshpërimi do thotë Zoti nuk shpëton. Ateistët e the vetë. Që ata që thonë Zoti nuk ekziston. Atëherë kur ti do shkosh përballë me Zotin, ta thotë ti më ke mohuar tani, çfarë mund të bëj unë me ty tratativ? Sepse në jetë... Pse duhet shkojmë ne dhe tentojmë parajsën? Çdo ateist do më japi të drejtë mua. Jo, nuk është çështje që ti teton para. Çdo ateist do më japi të drejtë mua kur shkoj përballë Zotit. Do të më japi. Tani thotë ky po flet një ateist, ky po flet doka. Por do më japi drejtën. Pra një ateist bëka më shumë që nga më i prirë të shkoj drejt ferit, se sa një vrasës një tratar, një mëkatar. Po kjo pra kjo është, sepse ai mohon ekzistencën e krijuesit dhe mohon gjykatësin. Ja ta mbaroj edhe këtë. Kur del shpirti, nuk ndryshon, edhe pse përballesh me Zotin. Gjithë do thonë,
pas ka Zot, por ti mbetesh në mohim. Ky është ferri. Po pse nuk na ka udhëzuar Zoti në ateistëve në jetën reale? Po çfarë po bëjmë? Sa kam ardhur këtu dhe ka folur me ty? Ja, një sekond. Mironi ka, dhe më thoj, ju të dy nuk jeni shumë të... Jeni të ngjashëm në aspektin që keni të dy besimet tuaja. Mironi është i bindur për atë që thot, ti je bindur për faktin që nuk beson. Unë doja t'i bëj një pyetje Mironi, si Mironi është i bindur për atë që thotë, shumë mirë që është, po si do ndihesh, se ju thatë më parë që gjithë njerëzit do binden kur dalin para Zotit. Po, që ka Zot. Si do ndiheshit, ju mendojeni për një moment, si kur ju të shkonit para Zotit dhe Zoti ju thotë, selam aleikum biri im. Po. Problemi është ky, çdo gjë ka logjik. Selam aleikum do thot paqe me ju, nuk do thot. E keqja nuk është e gjua. Të gjithë gjuhët janë të Zotit. Po. Dhe ti lutesh Zotit, duhet ti lutesh në çdo gjuhë. Ne nuk kemi të lutesh Zotin në një gjuhë. E drejt, po. Po besimet të ndryshme kanë Zot të ndryshëm. Jo, është gabim që disa fe e kanë bërë. Po, pra nuk e pse ti lutesh në arabisht, ndërkohë që mund të lutesh në shqip. Zotit lutesh në gjuhën e nënës. Po. Që ti shprehesh 100% kush je. Gjuha që thua si them më mirë. Pastaj, mënyra se si tysh në parajs, qose ke nga ana fetare, atëre, mënyra se për ty në parajs është ajo që ta thash, si do ta shlysh mëkatin. Tu është gjithçka. Pra, krishterimi nuk përgjigje nuk më dhat. Jo, por ta thash unë. Në qose atë që përshëndetje ma thënë në çështje fetare, kjo ka këtu kolapsin e vet. Një njeri që nuk beson te Krishti, si avokat, si shlyerje mëkati me gjakun e Krishtit. Si do të shlyj mëkatet? Ai, ma shpjego pak. Unë nuk e di si do të shlyj mëkatet. Po pra, ma tregoj një alternativë tjetër. Doja një përgjigje nga ti, kur vjen puna që ju do përballeni me Zotin, një ditë siç do përballeni me gjithë, edhe do... Dhe Zoti do të bëj një pyetje këtu. Ja ta them unë. Çfarë gjuhë ka pas folur Jezu Krishti? Aramaisht. Si i thoni aramaisht Zotit? Adonai. S'është vërtet. Po. Kërkoje. Po jo, pra janë dy gjëra, Jave dhe Adonai. Jo. Po, si thon? Po kërkoje. Po kam kërkuar. Po kam kaq vite që studioj teologji. I thojnë Allah. Ja, dëgjoj, jo Allah. Tashi po më dakord. Po jo, pra, dëgjoj. Tani po diskutojmë për çështje ndryshime fe, hajde diskutojmë, por problemi nuk është ky. Ne po flasim për diçka tjetër. Dhe ta thash, ose po ta them kështu, kur shkosh ti përpara Zotit do të bëj një pyetje. Po. Çfarë bëre me birin tim që unë e bëra bir njeriu për shpëtimin tënd? Se unë ta thash logjikën. Pse biri i Zotit bëhet bir njeriu? Atë si do t'i shpjegosh? Dëgjoj pak Mironi, më falën. Pyetja ime është. Okej, si thonë ramaikisht Zot. Fjala Zot është zakonisht Alaha. Forma më e njohur ose Elah. Elahi, Zoti im. Elohim. Elohim. Po pritet tash, Allah dhe Elohim janë shumë gjëra ndryshme. Shiko, ato kanë një rrenë sepse janë Eloha, ka disa. Dëgjoj, pra Elohim. Sabaoth, Elohim, Jave, Adonai. Shiko, Zoti nuk ka një emër. Jo, dakord. Sepse, po pra, është ndryshe. Elohim është tjetër dhe Allah është tjetër. Zoti nuk ka një emër siç mendojnë. Elohim po thoni ju, tu po thot Allah. Po jo, pra s'është ashtu, pra. Elohim do të thot Perëndi. Jo, s'ka gjë. Pa mirë, tani po të marrim me Google, un po të them me teologji, sepse un nuk, shiko, mu nuk më intereson të besoj një gënjeshtër. Ti tani mendon se un kaq vite që e njeh jetën time, sepse bashkë kemi bërë diçka, një rrëfim. Pra, unë të lija një karrierë dhe të merja me një gënjeshtër. Jo, sa ju tani po i bëni këto kërkime, unë i kam bërë shumë vite përpara që jam në këtë pozicion. Prandaj dhe kam zgjidhur këtë enigmë. Por çështja është çfarë do bëjmë ne për ty në para, se këtu është çështja. Si shpëtojmë nga ky ferr që e kemi edhe këtu në tokë. Atëherë nuk ka rrugë tjetër. Në asnjë moment unë nuk thash që ju besoni në një gënjeshtër. Unë doja dija mendimin tuaj se si do silleshit ju, momentin e parë që në takimi parë me Zotin do të ishte jo siç e kishit parashikuar. Po nuk do të flasim mu Zotin në gjuhë as arabe, as izraelite, as greqisht, as italisht, do flasin shqip. Tani po, me mu do flasin shqip ai, se si komunikon me Zotin. Si do komunikosh tua, ndryshe. Tani Mironi do të paqja me ty. Se do të thotë. Miron, disa ditë më parë ne në rubrikën tonë scrolling pam në rrjet le të themi pikturën e një zotërie i cili kishte kaluar një problem të rëndë shëndetësor dhe sipas tij ai kishte arritur të shikonte le të themi
parajsën, a vdekjen, nuk e di se çfarë ishte. Ishte vizatuar vdekjen, po ja kemi dhe foto kishte vizatuar. Me thënë drejtën, kishte vizatuar shumë njerëz që si pas ti fluturonin në ajër, le të themi komplet rrethin e tokës. Pra një gjendje kome, një rikthim. Gati informacionet... Ja, më ta shohësh foto. Gati 18% e njerëzve në botë kanë, si them, shenja të botës përtejme. Sepse ka dhe shumë njerëz që kanë atë vdekjen klinike. Shumë njerëz që kanë vdekje klinike, jo të gjithë, po ka dëshmi dhe nuk janë pak. Ka disa, po. Nuk janë pak. Unë tash edhe e parë si shifër. Pra, tregojnë që bota e përteme nuk është kaq që, si them, e fshet, mistike. Është dhe e dukshme. Pra, njerëzit kanë shenja. Dhe tani ka njerëz që thonë që pretendojnë ata që kanë hyrë në botën e përteme dhe kanë parë. Po këtu duhet pasur kujdes, sepse jo çdo gjë që ata thonë është saktë. Duhet ta shikojmë me filtrin e teologjisë, sepse në momentin që një njeri është midis jetës dhe vdekjes, se kjo është ajo vdekja klinike, atëherë ka dhe manipulim të demonëve, të cilët një njeri i cili nuk për neve nuk është bërë gati për të hyrë në parajs, ose nuk është bashkuar me Krishtin, ati i krijojnë ideja se kur vajtin parajs që dërgjegja e tij të ri kështu, si them, e qetë. Prandaj duhet pasur kujdes, por që ekziston bota e përteme. Po si ta kuptojmë ne që është manipulimi? Po, sepse varet çfarë thot ai. Por atë që thot që ekzistojnë shpirtra që lëvizin patjetër, por jo shpirtra në eter, nuk ka shpirtra në eter. Po pse zgjidh Zoti që ca shpirtra dhe pse shkojnë atje të kthej sërish mbrapsht? Sepse ata janë si mesazher. Për shembull, për shpërndar lart. Njëri është ateisti kalcifikuar. Po ja që një person shumë i dashur, që ka shumë besnik, e i thot, ore, unë isha atje pash dhe u ktheva. Do me thënë, janë mesazhe, dërgon lajmëtar, se ti do thuash për shembull, askush nuk më lajmëroi mua. Po si s'lajmëroi? Kam dërguar këtë, kam dërguar. Por dhe diçka tjetër, njerëzit nuk mjafton vetëm të shkojnë në botën e përteme që të dalë shpirti ose të jenë midis jetës dhe vdekjes. Ëndra, çfarë janë? Ne kemi diskutuar për ëndrat. Pra lajmërime? Ëndrat janë telefonate ose mesazhe që vinë nga një botë e përteme. Pra, njerëzit shikojnë në ëndër edhe parajsën, edhe ferrin. Pra, ja ta shpjegoj. Ja ta shpjegoj. Jo të gjitha ëndrat, sepse ëndra është shkakesa e trurit, janë pasionet e tua, janë ndikim demoniak, janë dhe nga Zoti. Por, ka disa ëndra që flet me një person të ndruar, të kaluar në këtë jetë, që të thotë një mesazh që kur ti zgjohesh është tepër i saktë. Thot, shko... Nga ta afërmit që ti nje. Po, tani në mënyrë hipotetike, po gjëra që kanë ndodhur. Shko në filan vend sepse unë atje kam fshehur diçka. Dhe ti zgjohesh, shkon dhe i gjen. Atëre... Ka dëshmi kështu. Po, patjetër që ka dëshmi. Në historinë e njerëzimit patjetër. Ose situata që do ndodhin, parashikime që do vinë, profeci. Pra, këto janë telefonata që vinë nga një botë tjetër që ekziston pra. Pra, ty të del një person që është larguar nga kjo jetë dhe flet me ty sikur merr telefon. Çfarë mendon ti për këtë vizatim të atij personi? Ka qenë një manipulim nga demonët apo realisht është një mesazh që mund t'ia ketë dhënë Zoti? Bota e përteme është shumë e rregullt sa që mendojmë ne, kaosi i botës. Në botën e përteme nuk ka shpirtra që lëvizin e tërë. Do me thënë, shpirti kur del, ose shkon në parajs, ose shkon në nën tokë në botën e hadit. Sa zgjatë gjykimi, do me thënë si e përcetoni ju? Gjykimi gjatë 20 ditë. 20 ditë? Prandaj bëjmë të 20-at. Pra, kur del shpirti, 3 ditë rri me trupin e vetë, që janë të tretat, pastaj nga dita e 3 deri në ditën e 9, i jepet ti shpirti e drejta, flasim për ata që janë të krishterë, që kanë ëngjëll ujtar, të shkojnë në botë ku kanë bërë mirë dhe ku kanë bërë keq. Pastaj nga dita e 9 deri në ditën e 40 shikojnë parajsën dhe ferrin, por nga larg pa u futur atje. Pastaj në ditën e 40 bëhet gjykimi përfundimtar. Kështu që ne kujtojmë të 40-at që bëhet. Pra Zoti për 40 ditë për gjykuar një shpirt. Ne gjykojmë shumë shpejt. Ne me një shikim direkt. Ne me një shikim, ky është kështu, ky është ashtu. Shumë interesante për se si funksionon. Kështu që parajsa dhe ferri janë gjendje që këtu. Pra, nëse je me Zotin dhe je në paqe, je edhe në dritë, ti po shiron parajsën dhe përgatitet për shkuar. Po nëse ti je me Zotin, je në errësirë, je në pasione, je në armiqësi, je në paradhomën e ferrit. Okej, mirë. Ne ateistëve gjithmonë acopton ti. Po pse thu jam ateiste? Dgjoj, ti do t'i bësh një emër vetes, po nuk je ateiste.
Më falë që ta them, nuk ka ateistër. Faleminderit Se që dhe mendon ateisti për më i mua. madh në momentin më kritik do të ka thirrur Zotin. Ashtu. Volteri ishte babai ateizë, ai thiri priftin Do fund. presim për atë moment. Paqja e Zotit qof me ty. Amin, dhe me juve. Amin. Faleminderit, Miron. Je fantastik gjithmonë dhe faleminderit për Kënaqësi për informacionet e reja që na jep gjithmonë. Okej, mirë, ikim, Ikim. shkëputemi për pak minuta dhe rikthehemi pas pak.